E një tjetër material shumë interesant dhe mjaft ekskluziv vjen nga artistja Jonida Maliqi, njëherët edhe ideatore e emisionit Jonida's Room. Ajo vjen sonte në prive për të na shpalosur shumë detaje rreth emisionit të saj dhe mbi të gjitha për të na treguar disa detaje të tjera sa i përket ndarjes nga Romeo. Por më shumë nuk po e zgjas, e ndjekim bashkë në vjem Jonidën se çfarë ka për t'ju treguar. Një artist dhe një gazetar nuk mund të heshtin kurrë. Ky është virtyti më i madh dhe faji më i madh i punës së përbashkët. Ata duhet të flasin menjëherë teksa jehona e mrekullisë, pretendimet e triumfit dhe shenjat e tmerrit janë akoma në ajër. Të gjithë kemi pëlqimet dhe mos pëlqimet tona, por kur jemi duke bërë lajme, është mirë që të sigurohemi që paragjykimet tona personale të mos shfaqen. Këtë tani, më së miri e kupton Jonida Maliqi, që me kalimin e viteve kaloi në për rrugë të ndryshme profesionale, këngëtare, ikon mode, paksa prezantuese, por tani ajo doli përfundimisht nga korniza e Instagramit, duke dhënë shumë nga vetja përmes emisionit të saj me titull Jonida's Room. Mendoj që pandemia ka ndikuar tek të gjithë ne për të reflektuar mbi të shkuarën, mbi të tashmen dhe mbi të ardhmen. Duke marrë në konsiderat që deri diku kam realizuar gjithçka çka kam dashur në jetë, mund të them që profesionalisht e kam ndërruar prej shumë vitesh që të kisha një format të tillë, një format ku unë të shfaqja veten ashtu sikur se jam, një format ku t'i kisha njerëzit, publikun më pranë asaj që them, asaj që jetoj, asaj që bëj. Ndryshe nga fotot apo rrjetet sociale apo 3-4 minutë që depërton në sken nëpërmjet këngës. Kështu që këtu mendoj se jam 100% vetvetja. Sigurisht ekrani deri diku të imponon një lloj kornizimi, por me kalimin e kohës, eksperjenca bën vetën dhe e kupton që edhe publiku mbi të gjitha preferon personazhin e vërtet, personazhin real, jo atë që duhet shfaqet gjithmonë perfekt, gjithmonë... Domethënë, unë në ekran në Jonida's Room kam guxuar të dal pa make-up, kam ngrënë ushqim, mund të them, kam përjetuar gjithçka që mund të përjetohet në një shtëpi. Nëse dëgjojmë vetëm emrin e emisionit, Jonida's Room, mendja menjëherë shkon tek diçka private, intime dhe brenda 4 mureve. Por kur hapet dera, ajo që kupton është diçka e madhe, shumë llojshmëri temash dhe pozitivitet për stil jetese. Doma e Jonidës mund të perceptohet si diçka shumë personale, diçka e brendshme, e ndjerë, doma e Jonidës që duket shumë intime. Nuk mund të thonim vila e Jonidës, sepse ndryshe mund të merrej shabllon si një formë hapjeje që unë i kam mundësit, unë e bëj këtë gjë. Absolutisht, doma e Jonidës është më intime. Jam më unë, brenda modestisë. Këngëtarja përjetoi pjekuri profesionale, kështu duke e kompletuar përvojën e saj si artiste në të gjitha aspektet që lidhen ngushtë njëra me tjetrën. Këngëtare, e paraqitshme te imase, prezantuese dhe tashmë krijuese dhe ideatore e një emisioni javor. Pra të gjitha lëmit që krijoi një yll, Jonida tashmë i ka prekur. Shiko, unë kam qenë ndër vite pjesë e shumë formateve të ndryshme. Sezoneve, mund të them që kam edhe moderuar deri diku në një format me lojra, e diçka e tillë. Ndërsa këtu është përgjegjësia më e madhe, punon me një staf, duhet koordinohesh, gjithçka vjen edhe me përjetimin, me eksperiencën. Sigurisht që në fillimet e mia nuk mbaja mend, megjithëse e merrja skenarin më përpara nga emocionet, më dridheshin gjunjët, nuk memorizoja fort mirë. Mund ndodhte që isha shumë domethënë nuk isha rehat, isha mjaft e ngurtë, por i kam kuptuar disa kleçka vetes, si për shembull, mund të them, mua më pëlqen kur anoncoj diçka, flas diçka, duhet jem në lëvizje.
ashtu më vjen më organike. Nëse do më vendosje në një stage dhe duhet të rikësht direkt impostohem, nuk e bëj dot. Shumë gjëra të tjera si këto që vinë vetëm me eksperiencën. Jam pak muaj eksperiencë, mund të them, por shumë të bukura, sepse po e gjej veten totalisht, më pëlqen të punoj fort, më pëlqen të jem në ekran, për sa kohë ende ekrani më do, më ka favorizuar edhe në punët e tjera, jashtë mase shumë dhe krahas kësaj, meqense unë gjithmonë kam qenë e tërhequr kundrejt këngës, kam kënduar vetëm kur ma kam bjerë shpirti, nuk kam një jetë aktive artistike, dhe kjo është e forma për të ardhur në këtë mënyrë. Dikur, Jonida me kolegët e saj ndoshta nuk e kam pasur mendjen asnjëherë të dështimi i një interviste nga X arsyet e tyre dhe pozicionin që e kam vendosur mediumin. Tani Maliqi e kupton dhe ndryshe përjeton anulimin në një xhirimi të caktuar, e për këtë ka krijuar disa kritere për personazhet. Unë mendoj që një artist nuk e bën vetëm suksesi i tij, po e bën mbi gjitha ana njerëzore. Mendoj që përpos profesionit që ka gjithkush, njëri më pak publik, tjetri më shumë publik, tjetri në kulm të suksesit, tjetri ka dështuar por është ringritur e gjëra të tilla si këto, për mua mbi gjitha duhet mbetet pjesa njerëzore dhe unë këtë vlerësoj më së shumti përpos emrit të madh që ka dikush. Momentin që një individ, kushdo tjetë ai, nuk tregohet korrekt në kthimin e një përgjigje të një mesazhi, gjen një formë, për shembull, më ka ndodhur që ton do vim, pastaj aksidentalisht i ka ndodhur diçka paraprakisht dhe me këto situata nuk isha hasur ndonjëherë në jetën time. Megjithatë, kjo më bën të reflektoj mirë se çfarë, kush, si, qysh tek duhet jetë ai personazhi që të jetë pjesë përbërës i Jonidas Rum. Mbaj edhe unë një grup standardi, mund të them, dua të mbaj një target group që edhe më përfaqëson edhe përfaqësoj. Që kur filloi ky emision, e deri tani nuk është ndërprer asnjëherë. E gjitha çfarë ka ndodhur është plotësimi kohë pas kohe me gjëra të reja, rubrika dhe atraksione që të qëndroj sa më mirë në publik. Atëherë, Jonidas Rum ka ardhur si një mendim që unë fillimisht e kisha të fokusuar tek moda, pasi u takova me skenaristen Marildën e përgjithësuam gjithë gjën në lifestyle, dhe tek tu kemi futur edhe muzikë. Duam të kapim të gjitha dimensionet e lifestyle-it. Nuk e di se çfarë sezoni bie, se ne nuk kemi stopuar në asnjë moment. Do ta vazhdojmë deri në fund të korrikut këtë projekt dhe më pas do na duhet një 2 mujorësh pauzë për të ristartuar ndoshta edhe në një formë tjetër, por jemi ende tek mjalti. Mbaroi puna dhe profesioni, koha është që intervistës t'i ngrihen temperaturat. E çfarë është më intriguese se sa jeta private një personi publik, sidomos atëherë kur ajo pjesë përbën temë të gjerë në mendjen e publikut. Jonida dhe Romeo, një romancë që ndodhi, u përfol për ndarje e më pas ribashkim, teksa tani definitivisht është shkëputur gjithçka intime mes dyshës. Por ku qëndron arsyeja? Vërtet, unë jam personazh publik edhe shumë gjëra kur dua i ndaj me publikun, ashtu sikurse shumë personazhe vendosin që gjërat mos i ndajnë me publikun. Mund të them që ka qenë një histori shumë e bukur, edhe për sa kohë ishte e tillë e ndava, ashtu sikurse i ndodh çdo kujt që vjen një moment që gjithçka zbehet dhe nuk ka asnjë arsye konkrete, më besoni. Gjinia femrore është e prirur që të përjetoj momentet vështira emocionale pas prishjes së një lidhje, normalisht nëse lidhja ka lënë shije të keqe, apo momente të paqarta mes dy personave. Po varet se nga vjen, ë? Kështu që unë nuk do doja të thosha fare nga erdhi, pse erdhi, qysh si tek tuk, po ram në një konsensus. Kjo i ndodh çdo kujt në një çift. Mund të themi që kur njerëzit kanë detyrime karshi njëri tjetrit, deri diku mund bëjnë disa kompromise për hir të gjithë rrethanave. Por në momentin që ti thjesht je në një marrëdhënie dashurore dhe vendos që të ndahesh, nuk ka asnjë dramë në këtë pikë. Për më tepër kam arritur pjekurinë time që gjërat nuk i përjetoj më si t'isha 15 vjeç. E di se çfarë dua, e di se çfarë më takon, edhe e di se çfarë
dua të marr, sepse është marrëdhënie, merr edhe jep. Prive e javës që lëm pas dha detaje për ndarjen e Jonidës dhe Romeos, duke u bërë burimi sakt për gjitha portalet që aluduan me ngjarjen. Teksa shpesh në artikujt roz u bë një trekëndësh mes Jonidës, Romeos dhe tashmë të dashurës së re të tij, Aleksia Peleshi. Ju uroj jetë të lumtur çiftit. Është një pyetje që më zhdash edhe të bllokoj Instagramin, sepse zakonisht njerëzit lexojnë vetëm tituj dhe nuk lexojnë bazën që është artikulli. Dhe është thënë dhe po e them dhe unë nga goja ime që tashmë kur ta shkruajnë le të thonë. Unë kisha 4 muaj që isha ndarë nga Romeo dhe nuk doja ta bëja fare publike këtë gjë sepse na takonte vetëm ne të dyve. Jemi ndarë si miq. Sigurisht vazhdojmë hera herës komunikojmë me njëri tjetrin, kur një çift ndahet, partnerët janë në kërkim. Nëse nuk janë në kërkim, mund të ndodhë sërish, sepse jemi qenie njerëzore, mund të ridashurohesh. Nuk ka këtu afat skaden se ti duhet të rish 2 muaj të reflektosh, po pse u ndave, po si qysh tek. Ju uroj jetë të lumtur çiftit. Me të mbaruar një lidhje dashurie, e sidomos nëse jeni fytyrë publike, pyetjet s'kan të mbaruar. Por ajo që mund të duket më spaku komforte kur një qef përfundon çdo gjë mes vete, është vendi i njëjtë i punës. Jonida dhe Romeo ndajnë të njëjtin objekt televiziv, të njëjtë korridore, e të njëjtën kafenet punës. Dhe po nuk di një detaj, nuk na përkojnë oraret, më kupton. I dham përgjigje të gjitha pyetjeve që ju mund të keni menduar. Tani, për shumë që do vendin e Jonidës si nënbeqare, këngëtare suksesshme, blogere dhe të ardhura të mira, e një punë si të sajën, koha është të merrni mesazhin nga dora vet. Do të thonë, nuk duhet bëhem si këta mentorët që zakonisht japin këshilla, duhet të bësh të, duhet të bësh atë. E rëndësishme është që femrat mbi gjithë duhet të kenë vetbesim. Nuk mendoj që askush në jetë nuk ta bën ose nuk ta realizon ty jetën e lumtur, ti e ke vetë në dorë, kjo vlen edhe për meshkujt dhe për femrat në fakt, dhe punë edhe pasion, kaq. Nëse punon me dashuri, gjithçka shkon vaj pasaj. Edhe energji pozitive, paqe në botë. Koha jonë në Bregdetin Shqiptar për gjatë intervistës ekskluzive me Jonidën mbaroi. Me të mira deri herën tjetër.